Bashkia e Klosit ka vijuar punën për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në zonat më të vështira të rrugëve rurale. Për shkak të terrenit të thyer në shumë rrugë fshatrash, kalimi i automjeteve në stinët me shije dobor bëhet thuajse pamundur. Nisur nga kjo, Bashkia e Klos vijon zbatimin e projektit për shtrimin me beton të disa pikave më problematike të këtyre rrugëve. Së fundmi puna është përqendruar në fshatin Gurevogël, ku po shtrohen me beton disa malore në lagjen Kurti. Banorët thonë se këto investime zgjidhin problemet e gahershme të fshatit me infrastrukturën rrugore. Ba shumë bukur. Na dëmuj, drita, rrugë. Asgjë tjetër, më punë ofshin të hajma në mose, gjem durt. Vetëm gjatë e ato, me që me hap në gjatën ka e tjetër me shtru në ata, jo të izolu, po të përshkatu. Tu ka 100 vetë në zogu, në ndveri, në sala, të heu hap rruga. Të ne kanë ba me regulli ne. Unë i banor le rrejt në tu, të është e kanë ba me regulli. Na kemi qenë zahmet. Kemi pas, dhe ke dulkatoqi, kemi pas shumë me barela smonit. Se dve makina ke dhe ta merë smonit shko. Pas përfundimit të shtrimit me beton të segmenteve problematike në këtë lagje, puna do të vijojë edhe me rrugë të tjera të fshatrave të Gurrës, por edhe të njësive të tjera administrative të Bashkisë së Klosit.